Gjok Sokolit nga fshati Mej i komunës së Gjakovës me 27 prill 1999, forcat serbe ja kanë vrarë 7 anëtar të familjes, ndër të cilët edhe 3 vëllezër dhe djalin e vëllait. Në vrasjen e 377 shqiptarëve morën pjesë paramilitar serb, por në krim mori pjesë edhe shqiptari Muharrem Ibraj, i cili ishte veshur me uniformë të forcave serbe. Gjok Sokoli thot se Ibraj me paramilitar serb kanë marrë pjesë në vrasje dhe djegjen e shtëpive në Meje. Jo si ka marrë masakrën e Mejës, por në tëna masakrat e rrafshit Dugazhinit, ky është pjesëmarrës. Kur jam dalë unë më mbrapa në kolon, nona jeme tha, Loke tha, o bohe zëzdita, tha, djemt ne kanë marrë, shtëpiat ne kanë djegë, edhe kaq o konë, kur ka ardhë një pjesëgaver i policisë, Muharrem Mushki, që ky Muharremi, me një komandant edhe me një polic, edhe më kanë dalë, ka dole ti këtu, thash, unë nuk zësha me thonë si ne kanë marrë vllaznit e ne kanë vrarë, ne kanë djegë, ne kanë bërë çmos, por thash, nona nuk është ka mundet me shku për Shqipni, du me bashkangjit kolonës, edhe mi kanë lidh durët, edhe më kanë ra me automatik, sa kanë mujt, edhe më kanë shtri për tokë, edhe më kanë gjujt me automatik, familja kanë marrë britmen, të gjithë, për rrugë, unë kom nejt 2 orë në do gropat dhevt aty nër metalik. Ngritja e aktakuzës nga prokuroria speciale ndaj Muharrem Ibrajt, sipas Gjok Sokolit, është shumë e vonuar. Ne i kemi qu disa emna atje në prokurorinë Prishtinë, por unë kom apet. Kemi shumë emna si kanë bërë krimet luftës, edhe nuk i kemi ngrit aktakuzë. Kjo është krejt për mos angazhim të institucioneve tona të Kosovës, sot ata kriminalat shëtitin lirshëm. A ka gjë më keq se mu vra afër 400 vetë këtu në Meje, edhe mos me dhonë kërkush përgjegjësi e kriminalat me shëtit lirshëm në për rrugë të Serbisë. Prokuroria speciale me 19 mars 2025 ka ngritur aktakuzë ndaj Muharrem Ibrajt, të cilin e ngarkon për krime lufte kundër popullsisë civile në fshatin Osek Hil të komunës së Gjakovës.